E përgëzoj kësaj radhe zonin Agapsi që ishte e matur në deklarata, por unë konsideroj se kushtet që i kemi në shkollat tona për momentin nuk janë shekullit 21, punojmë me shkumsa dhe shpuza shumicën e rasteve dhe e pam si vjetë kishim edhe një telashë shtesë, ti shohim kurikullet, ti shohim librat, tekste shkollore që janë ka 2, 3 e 4 për një lend, a janë ato që japin njohuri nxënësit për nevojat që i ka testi PISA. Nxënësit nuk i duket interesant mësimi i tillë që zhvillohet tani me shkumës e shpuz, a i don kushtet bashkëore, i don sikur i kanë bashkëmoshatarët e tij shtete tjera. Duhet të ulemi të punojmë bashkë, duhet të ndahet qeveria Kurti që ka pas fjalë të mëdha, të ndajë shumë më tepër mjete për t'i bërë shkollat të shekullit 21. Sot u publikuan rezultatet e testit PISA, e pam që përfundum gati në vendet e fundit të listë, me krahasim universitetet e tjera janë shumë top. Ministri i Arsimit Ervin Agaci arsyetoi këto rezultate për shkak të pandemisë. Cili është komentimi juaj? Po fillimisht po them se rezultatet e testit PISA janë këto që janë dhe askush nuk mund të ndihet i lumtur sot në Kosovë, nga se është një pozitë tepër e keqe në këtë test që është ndërkombëtar. E përgëzoj kësaj radhe zonin Agapsi që ishte e matur në deklarata. Unë konsideroj nga përvoja ime në arsim, zonja Agapsi duhet të thirrë sa më shpejt të gjitha paljet që janë të ndërlidhur në arsim. Uroj që të mos ndodhë sikur hera e tjera kur delte PISA një javë zhvilloheshin debate dhe bëhej me gisht zakonisht nga njëra palë. Në këtë rast e kam fjalën bëhej me gisht sidomos nga mësimdhënësit e Kosovës. Nuk duhet bër angazhime që ta kemi një fajtor e pastaj të ndalemi, por duhet bashkarisht, konsideroj zonja Agapsi duhet t'i lejë natët e greves dhe të ulemi bashkarisht, patjetër të jetë aty edhe Akademia e Shkencave të Kosovës, sepse konsideroj janë kokat më të ditura të këtij vendi, pastaj zbashku, ekspertët e mirëfillt të arsimit, profesorët nga Fakulteti i Edukimit, përfaqësuesit e prindve që ata i delegojnë dhe të shohim të gjithë bashkë si e kemi situatën dhe cilat janë problemet aktuale që nuk po na mundsojnë të jemi më të mirë. Besoj edhe prindërit edhe mësimdhënësit edhe nxënësit dëshirojnë të jemi dukshëm më të mirë edhe në këtë në test, po edhe në testet e tjera. E unë e konsideroj njëri nga problemet mund të jetë edhe se e kaluam një kohë me pandeminë dhe me atë mësimin online që për kushtet e shkollave tona ishte goxha i vështirë të realizohet, por unë konsideroj se qeveria Kurti duhet ta kuptoj situatën, të mos nxjisë thyrje, sharje të ekspertëve në thojza, por të ndajmë mjete shumë më tepër që shkollat i kemi të shekullit 21, nga se pa dashur t'i mbroj mësimdhënësit edhe pse këtë detyrë kam, sepse jam kryetari i zbashkut dhe ne zbashku nuk mund të mirret me ngritjen e cilësisë në arsim se nuk e ka në statut, por unë konsideroj se kushtet që kemi në shkollat tona për momentin nuk janë shekullit 21, punojmë me shkumsa dhe shpuza shumicën e rasteve dhe e pam si vjetë kishim edhe një telashë shtesë të papritur, u bën gati 2 muaj gjërsa nuk u shpërndan, gjithsesi nuk u furnizuan nxënësit me tekste shkollore. Pra nëse edhe kësaj radhe Ministria hesht të tjerët dikush i sinjalizon të shajnë të figurën e mësuesit, do ta kalojmë një javë duke u përplasur, ne duke i mbrojtur mësuesat, ata duke i sharë mësuesat dhe pastaj PISA e ardhshme do të na gjejë pikërisht keq këtu ku jemi. Pra duhet mobilizim i përgjithshëm, duhet të ulemi të gjithë bashkë, të shohim si e kemi gjendjen, cilat janë faktorët që po ndikojnë, t'i shohim kurikullet, t'i shohim librat, tekste shkollore që janë ka 2, 3 e 4 për një lend, a janë ato që japin njohuri nxënësit për nevojat që i ka testi PISA, pra të mos hulumtojmë fajtor, të mirëmi se të gjithë ta ndajmë fajin, por të gjithë të angazhojmë edhe secili ta jap kontributin e vet. Duhet ta mbështesim mësuesin, duhet kemi inspektor profesional t'i dërgojmë në klasë, për të parë ata do ta shohin nga afër çfarë po bën mësuesi, a e ka krejt mirë planin dhe programin, a ka të meta në punën që bën ai, ato të meta pastaj të i kalohen dhe të përgatitemi të gjithë. Pa unifikuar, pa heq inatet, mashti ndaj nesh, pa i thirrë të gjitha paljet në një tavolinë, pa fajtor, por të shohim situatën dhe të lidhim, që thot populli besën, të angazhohemi të gjithë maksimalisht, të krijojmë kushte të reja në shkolla, nga se nxënësit i kemi shumë inteligjent dhe më së keqti më vjen për ta
sepse ata kur po bëjnë gara individuale jashtë, po janë goxhat suksesshëm, kur po dalin fatkeqësisht jashtë me familjet, nuk po mbesin mbrapa kolegë e moshatarëve të vet, domethënë e kemi brumin, i kemi nxënësit inteligjent, ata janë eksperta, po them në mënyrë figurative, në telefonat e mençur edhe në internet, dhe këto kushte duhet t'ia bartim edhe në shkollë. Shkolla me shkoncë e shpoz, ndërsa nxënësi nuk e di shkollën si ambient të mirë për te dhe të dashur, por shkon në shkollë, disiplina ka rënë dukshme, nxënësit nuk i duket interesant mësimi i tillë që zhvillohet tani me shkoncë e shpoz, ai i don kushtet bashkëore, i don sikur i kanë bashkëmoshatarët e tij shtete tjera. Pra, qeveria Kurti në vend fjalëve të mëdha duhet të ndaj buxhet, ti furnizoj shkollat me laptop për projektor, sepse buxheti që ndahet për arsim nuk është shpenzim, po është financim për të ardhmen. Këta fëmijë të Kosovës meritojnë të jenë më të mirë në testin PISA se sa janë tani, dhe këtyre fëmijëve duhet t'ju ndihmojnë. Prindi, mësimdhënësi, Akademia e Shkencave dhe zonja Nagavci duhet jetë promotor, duhet jetë elementi kyç i cili do t'i thirrë të tjerët që ta japin kontributin në mënyrë që testi i ardhshëm mos jetë si ky tani. Po e them edhe një herë, nëse fillohet me disa ekspertë thojnë se ajo janë analfabet funksional, jo nuk bëhet kështu, fajet i ka ky, fajet i ka zbashku pse po i mbrun, ne do ta kalojmë një javë duke u fyre, duke u sharë, pastaj do të harrohen gjërat, pastaj do të vi prap afati i testit PISA tjetër, prap do dalim këtu keq ku jemi. Pra për të mos ndodhur kjo, duhet të bashkojmë forcat, duhet mos të shajmë njëri tjetrin, mos ta fyjmë mësuesin, por t'i ndihmojmë atij, e duke i ndihmuar mësuesit, i ndihmojmë edhe nxënësit që të jetë më i mirë në testin PISA të radhës. Ministri Ergoçi po thotë për shkak të pandemisë. Pandemi ka pas edhe në tjera të jashore. Po, pandemi ka pas, të ne është hetuar më shumë, sepse shkollën në Kosovë pandemia e gjeti goxhat pa përgatitur. U pa edhe tash ne e ndijmë sukses se ma në fund nxënësit pas kanë arritë të kenë tekste shkollore. Kur pandemia, sidomos kur u nis me mësimin online, më besoni kishte mjaft të lashë, sepse mësimdhënësit jo të gjithë kishin laptop dhe projektor dhe duhet ju hazonin. Ne tentuam që mësuesi që të jetë sa më komod, që ai të shkojë në shkollë dhe nga shkolla të lidhet me nxënësit, edhe jo nga familja, sepse në familje kishte edhe pengesa, sepse ne e punonte në një ambient ku kishte edhe antar tjerë të familjes. Pastaj fëmijët e tij atje i natosishin sepse nuk kishin mundësi të kyçeshin me klasën e vet, sepse zakonisht shumica familjeve ka vetëm një element që lidhet me internetin. Pra shteti duhet ndaj shumë më tepër para për shkollën, ta financoj shkollën, ta bëj me kompjuter, me laptop dhe me tabelet e mençura që po i quajnë, mësuesin ta përgatis për ato mjete, sepse mësimdhënësit e moshës time kanë ca të lashe për të punuar me mjetet bashkëkohore, me laptop dhe projektor, ka se një jetu ka shkuar pa to dhe kanë zhvilluar mësimin krejt ndryshe. Pra, apeli im është, edhe të mashti dhe të tjerë, mos të shahemi, mos të fyhemi, sepse në këtë mënyrë nuk zgjedhim asgjë, por të ulemi bashkë, të punojmë bashkë, por në këtë rast konsideroj se Akademia e Shkencave dhe Arteve duhet ta ketë fjalën kryesore, sepse janë njerëzit më të ngritur, njerëzit më të ditur të Kosovës, e pastaj në radhë vjen edhe Fakulteti i Edukimit, sepse aty janë profesorë që përgatitin kuadra për sistemin arsimor. Ne do ta japim kontributin as sa dime mundemi, por zonja Nagavci duhet jetë ajo që e udhëheq këtë betejë për të përmirësuar edhe si cilësinë arsim e për të dalë më mirë edhe në PISA-n e radhës, sepse po them ky lajm i sot është tepër shqetësues dhe nuk besoj që dikush në Kosovë ndihet mirë, ndihemi goxha të zgënjur, por gabimi do të jetë nëse përsëritet në radhët e kaluara kur do të bëjmë me gisht ne nga ata nga ne, ai nga ai tjetri dhe gjërat nuk përmirësohen kështu. Duhet të ulemi të punojmë bashkë, duhet të ndahet qeveria Kurti që ka pas fjalë të mëdha, të ndajë shumë më tepër mjete për të bërë shkollat të shekullit 21.